Na jena diaspor, na jena full shit show. Na jena diaspor, na jena full shit show. Full. Na jena full shit show. 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 Full shit. Full shit show. Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga show. Full ship. Ka lezet, full ship show, e? E mëri bukur vajit. Ha? A e dini besën zanun që më ke dhone. Pashanonën gjigandje. Mirëmbrëma gjithë shqiptarëve në banë botës diasporës treva shqiptare, ku të që jeni gjithë botën, ju përshëndesim nga shtëpia më madhe me bukur diasporës shqiptare nga zemra Zvicrës. Sonte, si çdo javë tjetër, do vazhdojmë një emision interesant dhe tema të ndryshme. Realisht i kemi 3 mysafirë të ndryshëm sonte dhe 3 tema të ndryshme ku do diskutojmë. Mos u largoni nga ekrani sepse do keni edhe këshilla shumë të rëndësishme për shëndetin. Mos harroni, do flasim për zemrën, motorin e njeriut. Kështu që pas pak do kemi një doktoresht në Full Ship Show për të na treguar se çfarë duhet bëjmë me zemrën tonë për ta mbrojtur, për ta ruajtur, për ta kujdesur dhe çfarë duhet bëjmë për ta shëruar nëse kemi probleme. Kështu që më vonë do flasim edhe për gjuhën më të bukur në botë, për gjuhën shqipe, ku do kemi surprizë mysafirin që do kemi në studio. Do kemi përsëri edhe një djalë të suksesshëm në Zvicër, të cilin duhet ta votojmë për të arritur aty ku ka dëshirën e tij që do ta bëjmë publik. Pastaj, Marash, vazhdojmë? Vazhdojmë. Mas pari me sponsorët, faleminderit shumë. Vielen Dank Komplex Anesi. Der Anesi-Komplex in Makresch bietet auf 1000 Meter Höhe frische Luft, Ruhe und traumhafte Natur. Auf 80 Hektar erwarten Sie 50 moderne Villen mit hochwertiger Ausstattung, 24 Stunden Sicherheit und kompletter Infrastruktur. Die perfekte Verbindung von Natur und Luxus. Vielen Dank. A e lam me bleka një villa të jo? Ka një villë 270 metër katror me pishinë verore, dimrore në fshatin më të bukur Kompleks Anesi. Vielen Dank Pristina Ticket. Pristina Ticket, der größte albanische Reiseveranstalter, bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Pa turbulenca, pa efekte anësore, zgjidhni edhe ulsen sipas dëshirës tuaj, edhe kuferin e keni me të njëjtin çmim, me Pristina Ticket u thoni për Kosovën, nga Prishtina, nga Cyriu, nga Gjeneva, nga Bazeli, për Prishtinë. Dhe na silles nga Prishtina në këto 3 qytete të Zvicrës, por edhe në 17 destinacione të Europës. Mjafton tyni në website të Pristina Ticket dhe rezervoni. Ti marrim do këshilla për shëndet. Do flasim, do kemi një doktoreshe, kemi zonë Zvicër, ka arsi turistëm duke në Zvicër një vikend dhe kemi thonë me qenë se e kemi, se me shku me taku, ku sheti sa vjere kënu jolla, me shku me bo konsulta, gjithçka me pare, vajgjitosh, gjithçka kështu. E tash që kemi zonë, edhe kemi kindapu, e kemi marrë në studio që të pak të në japi këshillat gratis. Edhe marrin miliona shqiptarë këshilla nga doktoresha zemrës, të cilën sonte e kemi doktoreshen Fjolla Zhubi, e cila është kardiologe në spitalin QKUK në Prishtinë, por edhe në spitalin më të madh privat në Prishtinë, e cila punon edhe në shtet edhe në privat, në spitalet më të fuqishme në Prishtinë. Kështu që edhe doktoresha është më e fuqishmja për mua, kështu që e ftojmë Eduard Rogitën, big up Fjolla Zhubi! Mirë se erdhe në Full Ship Show. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Doktoresh, kënaqësi që të kemi, po drejton doktoresh, apo zonja Fjolla, zonja Zhubi? Fjolla mjafton. Fjolla mjafton, doktoresh duhet fras, për shemb se ne jemi ndoshta larg qoftë pacient jemi gjithë, po urojmë që me zemër mos kemi probleme. Kam dëshirë përpara dhe hera parë që jenë në Full Ship Show, kam dëshirë një vetë prezantim ndoshta për shikuesit që na ndjekin miliona shikues nga gjithë bota.
Okej, unë jam Fjolla Zhubi, kardiologe në QKUK, në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Edhe po ashtu punoj edhe në sektorin privat, njëkohësisht. Po ashtu jam edhe specialiste e mjekësisë interne. Ndërsa jam në përfundim të doktoraturës në Universitetin Semmelweis në Budapest, Hungari. Që më duket është një ndër universitetet më të mira në... është në top 200 universitetet më të mira në botë. Në botë, në top 200 universitetet më të mira në botë. Kështu që ka qenë shumë përvojë mirë, sepse përpos punës hulumtuese shkencore që kam bërë këto 5 vite aty, kam përfituar dhe në aspektin klinik në spitalin universitar në Budapest, në Semmelweis, kështu që... Okej. Kur edhe pse ke vendosur me studiu mjekësinë? Unë kam vendosur që e vogël, nuk kam pas opsion dytë, është interesant. Pse kom vendos, ndoshta ka qenë pak edhe ndikimi se nanën e kom pas mjeke, edhe gjithmonë prindi pak bëhet si një role model për fëmijën. Ndoshta ajo ka ndiku pak, por sigurisht që unë e kom dashur shkencat e jetës më shumë, edhe shkencat e natyrës, edhe më ka pëlqyer me qenë shumë afër njerëzve, edhe nuk kam pas opsion dytë. Kam qenë e vendosur që e vogël edhe kështu kam vendosur. Nëse se kisha arrit këta, çka kishe bërë diçka tjetër? Matematiciente apo kuzhiniere. Okej. Pëlqen edhe kuzhina. Ndryshe diçka. Okej, dy gjëra të ndryshme. Doktoresh, sot kemi dëshirë t'japim konsulta falas. A është e mundur? Patjetër, gjithmonë. Bukur, sepse ka njerëz ndoshta që kanë probleme, kanë nevojë për këshilla, kanë nevojë, duhet ta dimë se si ta mbrojmë zemrën kryesisht. Doktoresh, si mbrohet zemra? Si është forma më e mirë? Si duhet ushqemi? Si duhet të merremi me veten që zemrën ta kemi në top form? Duke par impaktin që e kanë smundjet e zemrës, tash botë, do të thonë numri 1 i vdekshmërisë, smundshmërisë botë, fokusi i organizatave botërore, shoqatave të mjekësisë është kthy në parandalim, kryesisht. Mjekimi po ashtu është i rëndësishëm, po parandalim. Ajo parandalimi fillon që kur jemi të vegjël me stilin e jetës, me ushqimet që ham, pastaj me të ikim dukurive të këqija, kështu që për me parandalum. Duhani është shumë i rëndësishëm të cekët që pirja duhanit ka lidhje direkte me rritjen e smundshmërisë vdekshmërisë prej zemrës, edhe kështu që ndërgjegjësimi për ndalimin e duhanit është shumë e rëndësi. Ne kemi në Kosovë edhe problemin e pirjes duhanit edhe në hapësirat publike që unë jam shumë e zëshme në këtë aspekt, bile janë disa organizime të marshimit kundër duhanit që në cilat ka marrë pjesë edhe vetë. Ku që duhani është problem shumë i madh, po ashtu mos aktiviteti fizik, edhe jeta sedentare që i thojmë. Puna në zyre, puna ullun, stresi që i ballafaqohemi në këtë dinamik të këtyre viteve, edhe kjo ndikon sigurisht në rritjen e smundshmërisë prej zemrës. Po ashtu ushqimi ka rëndësi. Ne në ushqimin tradicional e kemi shumë të shijshëm. Absolutisht. Është e vërtetë. Realisht i dëmshëm duket se është i rëndë, apo jo? Po, është i rëndë. Përgjithësi vendet e Ballkanit, sepse shoqata evropiane e kardiologjisë ka bërë një farë harte të shteteve të Evropës, se çfarë risku kardiovaskular kanë. Edhe shtetet e Ballkanit, edhe ne si Kosovë e Shqipëri marrim pjesë në shtetet me rrezikshmëri shumë të lartë për smundje kardiovaskulare, për smundje të zemrës, pikërisht për shkak të stilit jetës, ushqimit, ndërgjegjësimit për duhan, konsumimit kripës, këto janë faktorë që na kanë vendosur në hartën e smundjeve e vendeve me rrezikshmëri të lartë. Kripa më e keqe apo sheqeri më i dëmshëm për zemrën? Të dyjat e kanë rëndësinë e vet. Sheqeri sigurisht që karbohidratet rekomandimet janë që ushqimet me me u largu karbohidrateve apo sheqernave, ndërsa kripa
janë edhe rekomandimet sa duhet për 24 orë një person të marrë krip. Është sa një lugje mesme të themi, 4 gram për 24 orë është limiti maksimal i kripës, që është shumë vështirë me u kalkulu, sepse na hajmë ushqime që përmbajnë kripën e vetë. Po si rregull e përgjithshme kripa ka lidhshmëri direkt me hipertensioni me infarktin, infarkti me vdekshmërinë, kështu që kripa është barazi me vdekshmërinë nga sëmundjet e zemrës. Kështu që shumë duhet kemi kujdes në konsumimin e kripës, secila edhe sheqeri dhe kripa e kanë rëndësinë e vet në faktikisht si faktor risku për sëmundjet e zemrës. Folim edhe njerë për temën e duhanit, se edhe unë personalisht janë shumë anti, edhe besoj që ka shumë nevojë me dhënë mesazhe për këtë temë. Sipas teje doktoresh, pse shumë njerëz nuk e marrin shumë seriozisht këtë temë? Është të vërtet, ajo varet edhe nuk është që varet vetëm nga individi, shumë varet edhe nga shembulli që jep shoqëria, varet nga ligjet që i ka shteti, edhe masa që merr për edukimin e brezave, për rëndësinë e ndaljes së duhanit ose mos pirjes së duhanit. Kur që janë shumë faktorë pse në Kosovë vazhdon do të thotë pirja e duhanit, shumë e lidhin pirjen e duhanit me kancerin mushkri për shembull, po duhani është shkaktar edhe i shumë sëmundjeve tjera, ndërtoj edhe infarktit miokardit. Kështu që pse ndodh kjo është se më pak flitet në për shkolla, më pak ka organizime, kampanja për ndërgjegjësim. Edhe shembulli që japim fëmijëve, ne akoma në Kosovë faktikisht jemi mbrapa në këtë aspekt. Sidomos pirja në hapësirat publike është problem shumë i madh. Mandej, një nga arsyet pse vazhdojnë njerëzit të pinë duhan përkundër faktit që jep shumë sëmundje, është sepse ndoshta marrin shembuj të rrallë, që ndoshta gjyshi ka jetu 100 vjet edhe ka pi duhan. Po, se shpesh edhe unë në bisedë ndodh që më thojnë ashtu, bab gjyshi jam 90 vjet e ka mush edhe ka pi çdo ditë. Sigurisht, ne kur japim këshilla kundër duhanit apo për menaxhimin e tensionit apo kundër kripës, bazohemi në studimet që janë bërë, studimet që kanë përfshirë qindra mijëra edhe miliona pacient. Nuk mund të mirët asesi, shembull vetëm një rast i vetëm në këtë se a do të pim apo jo duhan, nuk mundem të bazohem vetëm në një pacient, sepse asnjë pacient nuk është i njëjtë, asnjë individ nuk është i njëjtë. Sigurisht, ka persona edhe që duken shumë fit në fakt, po kanë probleme me zemrën. A është alkooli apo cigare më e dëmshme për shëndetin? Cigare është më e dëmshme. Alkooli, normalisht doza më e sigurt e alkoolit është 0 alkool, po shoqata evropiane e kardiologjisë nuk e ka ndalu alkoolin, normalisht lejohet, është një farë doze që lejoj 100 gram alkool në javë, që me përkthy për mashkuj është dikun 2 gota, faktikisht rekomandimet 2 gota në ditë për meshkuj, ndërsa 1 gotë në ditë për femra është e lejushme. Gota ven apo tash ajo gota tash shumë herë është nuk është e qartësuar e mirë kjo pyetje. Jo gota madhe. Sepse po një gotë konsiderohet 8 deri 12-14 gram alkool që përmbahen. Gotë standarde mesatare, kështu që në atë aspekt janë dhënë rekomandime. 1 gotë me 8 deri 14 gram alkool, 2 gota për mashkull, 1 gotë për femra, është e lejushme. Pavarësisht studimet tash po shkojnë sa më që kundër edhe pirjes së alkoolit. Kështu që doza më e sigurt është 0 alkool, sigurisht. Tash kanë dalë edhe këto cigaret elektronike, plus edhe shisha, ka shumë mënyra se çish me konsumu duhanin. A janë më pak të rrezikshëm këto metodat?
Nuk e di, edhe ato janë të rrezikshme. S'mund të them sakt a ka studime të randomizume që i kanë dallu se sa dallojnë në rrezikshmëri sakt, sepse unë them kur ne japim rekomandime duhem të bazohemi sakt në udhërrëfys apo në studime që janë bërë, studime të validume. Kështu që në udhërrëfys tonë nuk është e specifikune se ajo janë elektrike, apo thjesht duhan përgjithësi, kështu që edhe ato hyjnë në kategorinë e substancave dëmshme. Kush i organizon ato marshet kundër duhanit? Ka organizata jo qeveritare, tjerë që miren me këto. Nuk është që kohët e fundit po kanë qenë disa hecje, maratona e tjerë, me vesh disa majica kundër duhanit, bashkë me bashkëshortin dalim edhe marshojmë faktikisht, po në Kosovë hala duhet punë në këtë drejtim. Fjolla ka qenë aktive në fushën e kërkimit shkencor dhe në vitin 2020 është vlerësuar me çmimin punimi më i mirë shkencor nga Oda e mjekëve të Kosovës. Çfarë kërkime shkencore po bëni, doktoresh? Fusha ime në gjatë studimeve të doktoratës ka qenë në kardiologjin parandaluese, do më thonë si ti parandalojmë smundje të zemrës. Edhe studimet që kam bërë kanë qenë se si një pacient, se na vjen një pacient pas smundje, thjesht fit, do të të shnetshëm, pa hipertension, pa diabet, pa obezitet. Edhe një kontroll check-up kardiologjik, se si duke përdorur metoda të avancuara të ultrazërit të zemrës, ti identifikojmë ata persona që kanë rrezikshmëri për smundje të zemrës. Pavarësisht se janë të shnetshëm me definicionin e sodëm të qenurit të shëndetshëm, po duke përdorur ultrazërin e zemrës, të një person i shëndetshëm, të gjejmë faktor rreziku që të ardhmen të kenë smundje të zemrës. Nëse identifikohen këta persona edhe masat parandaluese duhet të fillohen më herët. Kështu që është kryesisht vlerësimi i rrezikut te personat e shëndetshëm, me definicionin sotit që është i shëndetshëm, që mund edhe mos jetë i shëndetshëm, po... Çfarë roli lun gjenetika, tash me pas raste në familjet ku kanë pas smundje të zemrës, a ka nevojë më kontrollu më shpesh? Sigurisht, smundjet e zemrës nuk janë vetëm infarkti i zemrës, ka dhe smundje tjera, çrregullimit të ritmit, janë smundjet e muskulit zemrës apo vdekje papritur kardiake. Sa i përket infarktit të zemrës, që është smundja më e shpeshtë, domethënë smundja e arterieve koronare të zemrës, aty i kemi faktor të rrezikut major edhe minor, më kryesor dhe më pak kryesor. Historia familjare për të pasur infarkt është faktor i rrezikut kogja major për që edhe një person të ketë smundje të zemrës të ardhmen. Kështu që gjithmonë e pyesim nëse në familje të ngushtë ka raste me infarkt apo jo. Sigurisht personat nëse kanë pas vdekje të papritur në moshë të hershme në familje, histori për vdekje të papritur kardiake të zemrës, për smundje të muskulit zemrës, atëherë i rekomandojmë check-up apo kontroll parandaluese krejt anëtarëve të familjes. Kontrollat mujnë tani me parandalu pak a shumë disa prej këtyre smundjeve? Sigurisht, na kontrollat nuk i rekomandojmë vetëm ata që kanë problem, i rekomandojmë edhe të ata që njën të shnetshëm, sidomos mas moshës 40 vjeçare rekomandohet një herë në një vit, 2 vite të bëhet një kontroll parandaluese, ndërsa nëse një person ka hipertension apo diabet, ndoshta një herë në vit, nëse ka histori për smundje të zemrës edhe më shpesh kontrollat i mjeku. Në vitin 2022, doktoresh Fjolla është shpallur mjekja më dalluar vitit nga klinika kardiologjisë. Ndjer mirë, doktoresh? Për këtë vlerësim? Sigurisht kush nuk dihet mirë. Okej. Kështu që ke fituar dhe certifikim të plot nga Shoqata Europiane e Kardiologjisë?
Po, për këtë është shumë një send shumë e rëndësi, sepse Shoqata Evropiane e Kardiologjisë ka vendosur një standard të unifikuar për praktikën mjekësore për shtetet e Evropës, që edhe i ka vendosur këto programet e certifikimit, të provimit teorik e praktik, që vendet si Zvicra, mjek në Zvicër, apo në Danimark, apo në Holland, është shumë kanë qenë shumë aktive dhe të marrin certifikim nga Shoqata Evropiane e Kardiologjisë, që është diçka shumë e rrallë për shtetet e Ballkanit. Kështu që unë kam marrë certifikim nga Shoqata Evropiane e Kardiologjisë për ekokardiografi tek të rriturit, transtorakale dhe transezofageale, 2 metoda diagnostikuese. Është e rëndësishme, patjetër, sepse kjo në një farë mënyre e tregon që praktika mjekësore është konform standardeve që i ka parashtruar Shoqata Evropiane e Kardiologjisë, që duhet aplikohen në krejt shtetet e Evropës. Doktoresh, cila është shenja e parë që zemra jep alarm për një sëmundje apo diçka? Ka disa alarme, faktikisht. Nëse është të infarkti, është dhimbja tipike në që i themi. Dhimbja tipike e gjoksit, sepse ka shkaktar të ndryshëm dhimbjes gjoksit, po dhimbja tipike nga zemra është nëse një dhimbje shtrënguese në mes të gjoksit që është vështirë me lokalizu, që përkeqësohet me aktivitet fizik, ndërsa lehtësohet nëse pacienti pushon. Kjo është dhimbje tipike. Ndërsa, po çështja është se shumë pacientë mund të përjetojnë infarkt pa shenja tipike, thjesht lodhje, molisje, djersitje, sidomos janë raportime që femrat kanë prezantim ma jo tipik të infarktit të miokardit. Mund të jenë thjesht vetëm si lodhje, djersitje, apo therrje në gjoks, jo dhimbje tipike shtrënguese. Kështu që këto janë disa nga alarmet që nuk duhet neglizhuar. Thjesht nëse është një dhimbje gjoksi që persiston, nuk kalon, është më ndryshe, atëherë gjithsesi duhet të drejtohesh te mjeku që të identifikohet a është nga zemra jo. Edhe kjo është një nga simptomat që mas shumë të vijnë pacient, dhimbja gjoksit, aritmit, trarat shpeshta të zemrës, humbjave dijes. Edhe humbjave dijes nuk do të thotë gjithmonë të jetë nga tru, nga probleme me tru, mund të jetë nga problemet në zemër, me aritmi. Kështu që... Sa kafe në ditë, doktoresh, janë mike të zemrës? Dhe sa bëhen armike për zemrën? Kafja po ashtu nuk është e ndaluar nga aspekti kardiovaskular, për numrin e saktë, po 2-3 kafe në ditë është e lejushme për zemrën. Kështu që ajo normalisht e rrit ritmin e zemrës, mund ndikoj afat shkurt në rritje tensionit, afat gjatë në rritje tensionit, po e ka nuk është e ndaluar nga aspekti. Çfarë ndikimi ka mbi pesha për smundjet e zemrës? Mbi pesha po ashtu është faktor i rrezikut major për të zhvilluar smundje të zemrës. Përpara një person që ka mbi peshë, normalisht shpesh e hasim edhe me probleme tjera të një pacient që ka mbi peshë, zakonisht është një pacient që edhe ushtron më pak, do më thonë bën aktivitet fizik më pak. Një pacient me mbi peshë ka gjast të ketë më shumë edhe hipertension apo diabet, dhe kështu që të gjitha këto janë faktor rreziku për smundje zemrës, po ashtu edhe për aritmi. Si kardiologe, sa na këshillon për të ecur në ditë, doktoresh? Sa duhet hecim? Minimumi është 25 minuta në ditë. Për të ecur? Për të ecur. Okay. Spaku 5 ditë në javë. Kjo është minimumi aktivitetit fizik që afatgjatë është parë që e redukton smundshmërinë nga zemra. Kështu që minimumi 25 minuta në ditë, minimumi 5 ditë në javë, aktivitet i moderuar fizik, që është hecja, ndërto është hecja, kështu që nëse hec më shumë është edhe më mirë, edhe aktivitet më sforcuar më mirë, kështu që kjo është minimumi. A është të vërtet që zemra një femre reagon apo funksionon ndryshe nga zemra një mashkulli?
Zemra, faktikisht fiziologjia e zemrës kur mësohet e njëjtë si për femra si për mashkull. Njësoj. Po ka dallime, ka dallime në se si paraqiten smundjet e zemrës te femrat dhe te mashkujt. Femrat, hormonet femërore, femrat i bëjnë më të mbrojtura nga smundjet kardiovaskulare, nga smundjet e zemrës deri në kohën e menopauzës. Për atë te mashkujt fillojnë më herët problemet me zemër se sa te femra. Femrat kanë prirje për paraqitje jo tipike të infarktit zemrës. Do të thotë që e ceka edhe më herët jo si dhimbje shtrënguese gjoksit, më shumë si lodhje e tjerë, ka gjasa më shumë se meshkujt kanë kësi lloj simptoma, edhe është parë që marrin shërbim më të vonuar apo intervenim më të vonuar në trajtim të infarktit, normalisht kur prezantimi është jo tipik, paraqiten më vonë në spitale e tjerë. Ndërsa fiziologjia dhe anatomia A janë të përgatitur? Doktorët në përgjithësi, nëse vjen një grua në klinikë që ka simptome jo, domethënë zemrës, po me kontrollu edhe zemrën të pacienti? A janë sensibilizuar? Simptomat jo tipike mund të jenë edhe të mashkujt, thjesht janë më shpesh te femrat apo te ata me diabet. Për me diagnostiku diçka na shkojmë edhe me probabilitet klinik, sa është një pacient, moshën e pacientit, shohim a ka faktor rreziku për me pas smundje të zemrës, a ka tension, a ka diabet, a pin duhan, a ka histori në familje me pas, domethënë shkon pak edhe probabiliteti klinik. Pastaj i kërkojmë testet edhe EKG. Nuk është një vendim shumë i lehtë se kanë me dërgu te kardiologu dhe kanë jo. Po ajo shkon se ana paraqitet një vajzë 20 vjeçare apo një grua 60 vjeçare. Na asnjërin normalisht edhe vendimet i marrim tu bazunat se çfarë thot pacienti, po dhe në testet edhe në EKG, apo metoda tjera diagnostikuese. Cili është ushqimi më i mirë për zemrën dhe cili është ushqimi më i keq për zemrën? Më i keq faktikisht yndyrnat me origjinë shtazore janë parë që janë problem kogja për smundjet zemrës. Ne kemi në traditën tonë këtë e thonë dikush thot maz, buter, janë disa terminologji për yndyrnat me origjinë shtazore. Ato janë armik shumë i madh i arterjeve koronare, i smundjeve të zemrës. Ndërsa ajo po ashtu edhe sheqernat e pa rafinuara, mishi i procesum, po ashtu edhe përmban kripra edhe materje shumë të damshme për zemrën, kështu që këto i kisha kategorizu si ushqimet ndoshta më të damshmet. Ndërsa ato që ka mbrojnë zemrën janë perimet e freskëta, pemt, edhe rekomandohet një racion, 2 racione në ditë për parandalimin e smundjeve të zemrës. Është e rekomandueshme mishi i peshkut për shkak të yndyrnave të mira që përmban, kështu që 1-2 racione në javë është e rekomandueshme. Pastaj vajrat, nëse përdorim kuzhinë, më shumë e rekomandojmë vajin e ullirit, domethënë për shkak yndyrnat që përmbajnë yndyrnat të shëndetshme. Kështu që pemë, perime, peshk, vaj ulliri, këto janë është e rekomandueshme thjesht dieta mediterane, dieta që e përdorin shtetet në Mediteran. Kështu që ajo është po që me ma shumë pemë, perime, sallata, me peshk, ushqime detit, e më pak mish të procesuar edhe të kuq, ajo është parë që është më e levërdishme për shëndetin e zemrës. Çfarë mendimi ki për supplement, se po shoh shumë edhe në reklam të televizionin shqiptar ku njerëz që vishën si doktor dalin edhe thojnë merrni omega 3 ose merrni çeto hapa sepse ju mbrojnë nga shumë smundje të ndryshme. Çfarë mendimi ki si doktoresh? Nuk është që përshkruaj shumë suplemente, thjesht më shumë jam fanse e rekomandimit dietës së shëndetshme. Normalisht stilet e jetës, ka suplemente të cilat mund të ndihmojnë, nuk është që bëjnë mrekulli nëse veç kemi të diagnostikuar ndonjë
veç jemi diagnostiku me një smundje të zemrës, nuk është që suplementet bojnë mrekulli. Ka pacienta që janë me yndyrna shumë nalta dhe është persistimi më i madh që të përdorin suplemente, jo barna kundër yndyrës, që janë faktikisht barnat që ne rekomandojmë në raste specifike. Kështu që gjithmonë ajo tendenca më shumë ka suplementet, mos marrim terapi më të rëndë. Kështu që nuk është një pacient i cili nuk ka probleme, më shumë e rekomandoj stilin e shëndetshëm të jetës, ndërsa ata që kanë probleme dhe kanë nevojë barna, suplementet nuk janë zëvendësim. Doktoresh, unë betimi ham nga i gjysë lupe, sa herë dalim darkë, dhe më thonë tomahawk, ne kemi merak shumë mishin. Sa herë një javë në këshillon me angra gjysë me lopës ne? Rekomandimi për misht kuq është 1 deri në 2 racione në javë. 1 deri në 2 racione në javë. Do të thonë mirë jemi, çfarë? Vetëm faleminderit se onë ndarë kemi. Do të thonë mishi pulës, është mishi i bardhë? Po, mishi i bardhë, ma pak yndyrë ka dhe ma... Okej, bukur. Doktoresh, kam shumë dëshirë me ditë mendimin tënd për shëndetësinë në Kosovë, si qëndron? A është mirë apo ku është vlerësimi juaj personal për shëndetësinë përgjithësi në Kosovë? Shëndetësia në Kosovë që ka pas lufta faktikisht normalisht që ka përmirësime. Ka përmirësime, sidomos përmirësim në profesionalizmin e mjekëve, në avancimin e tyre, normalisht ka edhe shumë zbrasti që duhet punohet. Po normalisht me krahasu me vende si Zvicra, Kosova ka dallim madh, po duhet ta cekim edhe kemi pas vitet e 90-ta, vite me sfida në Kosovë që sistemi shëndetësor ka funksionu si sistem paralel, edhe gjithmonë e kujtojmë edhe kontributin e diasporës me majtë gjallë shëndetësinë e Kosovës ato vite, kështu që ajo kalon vështirësi. Duke marrë parasysh që prej pas luftës ka përmirësime. Mjekët tonë ndjekin njëjtat kongrese, njëjta trajnime që ndjek një mjek i Gjermanisë, apo i Austrisë, apo i Zvicrës. Në Kosovë mund të bëhet më mirë, sidomos në fushën e sigurimeve shëndetësore, ato do ta kishin përmirësuar shumë edhe cilëtetin e shërbimeve. Pastaj ne kemi vetëm një qendër klinike universitare dhe e cila është shumë e ngarkuar, e cila duhet me punu shumë herë jashtë kapaciteteve që ka. Na kemi ndërsa duhet të forcohen spitalet rajonale. Në Kosovë janë problemet e tregut vogël që kemi do të thot vetëm një qendër klinike edhe fokusi krejt mjekëve është dëshirë që të punojnë aty, ndërsa kemi spitalet rajonale të cilat duhet me u fuqizu dhe e kishte përmirësu kogja. Unë kam lexuar, por edhe dëgjuar që mjekët po largohen shumë nga Kosova në perëndim. Cila është arsyeja? Pse po largohen mjekët nga Kosova? Është e vërtet, migrimi i mjekëve është problem Kosovë, nuk është vetëm problemi Kosovës. Migrimi i mjekëve ndodh ndoshta edhe prej Gjermanisë, ka një mjek gjerman që vjen në Zvicër me punu për kushte më të mira. Edhe në momentin që në hap dyert në Gjermani kryesisht, ka pak edhe në Zvicër për mjekët e Kosovës, ajo normal që nuk ka ndiku mirë edhe në sistemin tonë shëndetësor. Pse po dalin jashtë, ka ndikuar sigurisht, po arsyeja pse po dalin faktikisht nuk është vetëm një arsye vetme, është më shumë, unë kisha thënë që problemet e tregut të vogël, që po e zëm në Kosovë fokusi është me u punësu në qendrën klinike universitare, nuk ka kapacitet me i punësu krejt mjekët, mandej janë kushtet e punës, nuk ka pas deri s'paku vitet e fundit programet strukturuara të specializimeve, pasiguria për vend punës, këto i kam bërë që mjek me dal jashtë, po e zëm Gjermani, nëse studion Berlin apo je i Berlinit, nuk mund është me u punësu në qendrën universitare Berlinit, aplikon në Munich, është treg më i madh, apo aplikon në
Hamburg apo ku ta di, në Kosovë është e limitune kjo, edhe kështu që në qendër universitare bën edhe hulumtime shkencore, doktorët janë të interesuar për këtë arsye me u punësu në qendër universitare. Kosova nuk të jep atë mundësi, sepse s'ka kapacitet për krejt mjekët, edhe kështu që vendosin me dalë. Unë kam shumë shoqe që nëse kishim pas një vend është specializim të sigurt apo punësim sigurt në qendër klinike, ndoshta nuk ishin dalë. Po vjen mirë që po korrin shumë sukses. A ka dallime të mëdha në Kosovë me spitaleve në sektorin privat edhe shtetëror? Faktikisht, këto sistemi privat edhe shtetëror duhet më marrë si komplementare, plotësojnë njëra tjetrën. Në sektorin publik ka shumë pacient, është një gamë e madhe pacjentave, është mbi ngarkuar, që e bën këta një shkollë të fortë profesionale për neve, sidomos për mjektrinj. Po ashtu mjekësia nuk është veç profesion, është një farë përgjegjësie edhe morale, edhe me kontribu për shoqërinë, varet se si ndihet mjeku, ndërsa sistemi privat për ata është opcion shumë i mirë dhe mirë që ekziston, sepse edhe ka shkarku pak qendrën klinike universitare që ndoshta para një dekade është desht me dalë në rajon disa pacient në shtetet e rajonit. Në sistemin privat normalisht ka cilësi më të mirë, kohë më shumë për pacientin që e bën atë shumë me avantazh, ki kohë është orare më të strukturuara, kohë më shumë për pacientin. Kryesisht mjekët në Kosovë janë të angazhuar shumica në të dy sektoret, kështu që i kanë ato përparësitë edhe mangësitë e veta, po sistemi privat normalisht që e ka atë më pak pacient, më shumë kohë për pacienti, më shumë kualitet, ndërsa shtetërori ka këtë shkollën profesionale. A e kanë zemrën më të fortë qytetarët apo fshatarët? Statistikisht fshatarët, në qyteti, vetë jeta në qytet është më shumë stres. Ka gjithë e fshatarë a qytetarë? Fshatarë janë atë të shqyqyrë. Fatmirësisht. Marrësh? Ta bëj një pyetësor apo ke diçka? Bënë pyetësor. Ke diçka për shtuar? Vazhdo nëse ke diçka. Ki fol për qytetet. Si ndikon jeta moderne në zemër, stresi, puna, ndoshta edhe ajri keq? Edhe ajri keq është faktor rreziku faktikisht. Jeta në qytet është armik për zemrën. Jeta në qytet përpos ajrit është më dinamike, më shumë stresuese, më shumë stres, më shumë jetë, kur është jeta edhe shumë e shpejt, edhe i ekspozon ushqimeve më të shpejta, jo shumë kohë për me përgatit shtëpi apo diçka, kështu që kjo është ekuivalente me rrezik më të madh. Vazhdojmë me pyetësorin. Doktoresh, kam një pyetësor që do zgjedhësh njërin nga këto dyja. Domethënë, nuk lejohet asnjërin, nuk lejohen të dyja, po lejohet vetëm njëra nga të dyja. Nëse. Vazhdojmë, je gatshme, je në show, doktoresh, na lejohet. Është e mirë edhe për zemrën. Edhe për ata që na shikojnë, edhe për njerëzit. Zemra e dashuruar, doktoresh, rraf ndryshin nga zemrat normale apo jo? Rra më shpejt. Rrej më shpejt e zemra dashuruar, okay. Interesant. Doktoresh, do zgjidhje të kurosh një zemër të sëmur apo një zemër që s'di të dashuroj kurrë? Zemra e sëmur është më urgjente. Më urgjente. Kështu që. Okej. Do zgjidhje të kesh një pacient që ankohet për çdo rrahje zemre apo një pacient që vjen vetëm kur t'i bie të fikët nga zemra? Pacient që ankohet për çdo rrahje të zemre. Okej. Doktoresh, do heqesh kripën nga të gjitha ushqimet apo do heqesh sheqerin nga të gjitha ëmbëlsirat?
Nëse heqim sheqerin nuk ka ëmbëlsira, po ëmbëlsirat mas pari mi hek. Do hiqi ëmbëlsira, domethënë. Okej, bukur. Të dëgjosh rrahjet e zemrës së pacientëve gjithë ditën pa ndalim, apo të dëgjosh zilën e telefonit të pacientëve natën vonë? Gjithë ditën pa ndalim? Gjithë ditën pa ndalim, të rrorat e pacientëve. Gjithë ditën pa. Pa ndalim fare. E ke Edhe gjithë ditën dyta, lodhesh, doktoresh. okay. Dyta ishte natën me tra telefoni për pacientëve, tash. A ke dëshirë gjithë ditën non-stop me ato gjonat në veshë të një gjuhë Ajo zemra është pa ndryshme? mundur atëherë, po zgjidhi të dytën. Në thirrja natën pacientët s'është problem. Flen prap. Ndodh. Po ndodh. patjetër. Ndodh? Ndodh. Okej. Të operosh zemrën e një miku keq apo zemrën e një armiku mirë? Edhe herë. Do zgjidhje. Do zgjidhje të operosh zemrën e një miku Zemrën keq apo një zemër të një armiku mirë? Zemrën e një armiku të mirë. Mirë. Sigurisht. Do zgjidhje pra do më thonë Në për kur je mjek, armik nuk ka, pacientat janë njëjtë, kështu që gjithmonë zemrën ta operoj mirë, pra do qoftë më thonë mikut apo armikut. mikut doja operojë keq? Jo, Po se i bjen ashtu tashin, nëse armikut ja operon mirë, i bjen se mikut ja operon keq. unë nuk e kam zgjedh me ja operu mikut keq, po e kam zgjedh me ja operu armikut mirë. Okej, bukur. Të bësh një EKG pa rrym, pa energji, apo një pacient pa nerva, doktoresh? Të bësh një EKG pa rrym, A funksionon? Apo të vizitosh një pacient që s'ke nerva fare me vizitu? Në mund t'jetë një bajat, si puna ka shumë. EKG. Gjithmonë në shumenit e betimi. Betimi, thot kë. Gjithmonë për betimin. EKG vetëm mund ta supozojmë pa rrym, kështu që nuk është e mundur. Nuk është e mundur, Atëherë kështu që do bëj një pa nerva. pa nerva. Okej, bukur. Të punosh vetëm me pacient që googlojnë simptomat, apo që besojnë te hoxha. Pra, a do zgjidhje pacientët që i besojnë që a thot hoxha, apo prifti, s'ka lidhje, apo do zgjidhje një pacient që futet në Google gjithkush i mund të më shkruajë realisht. Kështu që në Google, sepse ata që hyjnë në Google pavarësisht e kanë një dozë që i besojnë shkencës. Pse ti hoxha se priftit si beson, doktoresh? I besoj patjetër, po jo për me kuru Jo zemrën. për shëndetin, ha? Okej. Okej. Të hash sallat gjithë jetën, doktoresh, ti personalisht, për zemrën, apo të hash gjithmonë mish pa sallat? Pra, doktoresh, po zgjodhe sallatën gjithë jetën s'ke mish kurrë. Po zgjodhe mishin s'do kesh sallat kurrë. Cilën do zgjidhje? Të rjetën mish pa sallat, apo sallatën të rjetën pa mish? Pa mish. Sallatën të rjetën pa mish. Po shkoj me ato që është më e sigurt. Okej. E bukur ishte kjo. Të dëgjosh dum gjithë ditën apo bla bla gjithë natën? Dum. Gjithë ditën? Se sa bla bla gjithë natën? Dum gjithë ditën. Gjithë ditën dum. Okej. Të shpëtosh 100 zemra që të harrojnë, pra të shpëtosh 100 zemra ti që do të harrojnë ty që i ke shpëtuar, apo një zemër që s'ta harron kurrë? 100 zemra që më harrojnë. Sepse unë nuk i harroj që i kam shëru 100 zemra. Okej, bukur. Të jesh doktoresh zemre apo psikologe e zemrave të thyera? Doktoresh e zemrës, psikologe e ma vështirë. Ma vështirë. Na bazohem se ndë eksakte. Të kesh stetoskopin gjithmonë në qaf, apo mos ta gjesh asnjëherë se ku e ke lënë. Pra, edhe herë doktoresh, gjithmonë në qaf, se heq kurrë nga qafa, apo mos ta gjesh se ku e ke lënë diku kur duhet. Gjithmonë qaf. Nuk pengon? Më pengon, është edhe pjesë e shkjesht arsyeja që i kom hup 3. Është pjesë e profesionit. Kështu që është pjesë e profesionit, kështu që me mujtë me majtë gjithmonë qaf është ma sigurt. Ma sigurt. Okej, kjo ishte doktoreshe pyetësori për ty.
realisht. Edhe pata dëshirë paka shumë me ditë, i bën zgjedhjet e duhura, kështu që është zakonisht bukur. Marash? Sipas teje, a diçka e mirë që ka ndalë inteligjencat programet me inteligjencë artificiale apo e keq? Njerëz që përdorin ChatGPT për shembull. Ai beson ChatGPT doktoresh? Ose a e përdor edhe vet? Ose kolekt? Po e përdorim. Tash ajo i ka formë tjetër botës. Inteligjenca artificiale faktikisht ka me ndryshu shumë edhe mjekësinë. Ka edhe specializime që ka me ndryshu shumë. Inteligjenca artificiale shumë po e ndihmon mjekësinë, po duhet të përdoret me vend. Edhe normalisht akoma nuk ka ritmi zëvendësu mjekët, sepse kjo është pyetja, do të zëvendësojnë mjekën të ardhmen. Programet që kanë dalë me inteligjencë artificiale, plot programe kanë dalë shumë atë sakta se sa ato manualet, po sigurisht me interpretim të njeriu të mjekut. Ajo sado që e ka lecu, paralelisht edhe i ka kompliku, sepse tash pacientët shumë, unë po çuditem edhe javën e kalune, e kom pas një paciente dikun 70 e sa vjeqare, që kishte par analizat e vetë në ChatGPT dhe mendonte që kishte leukemi. Kështu që tash kjo pak e ka kompliku ato se si më shumë se sa Google-i që ka qenë. Po pa dyshim që po e ndihmon mjekësinë, po e ndihmon, a do të kemi ma pak nevojë për mjek, ma shumë sene automatizune, apo robotat a do ta zëvendësojnë mjekun, mbetet të shihet. Shumë profesione do të shuhen, shumë profesione do të lindin, kështu që ka me qenë shumë interesant. Po thjesht krejt duhet jemi të përgatitur për një botë ndryshe me inteligjencë artificiale. Diçka e mirë në përgjithësi. Edhe pacientët që mujnë mu informu edhe ajo në përgjithësi diçka. Edhe studime është sigurisht e mirë. Tash edhe studime po bëhen mi krahasu, do të thot programet e inteligjencës artificiale me programet aktuale që na i kemi të diagnostikimit apo të trajtimit. Shumica po dalin me rezultate pozitive për inteligjencë artificiale, kështu që nuk mund të themi që mjekësia nuk po përfiton, po ka me qenë ma ndryshe bota mjekësisë me inteligjencë artificiale. Doktoresh, si mund ta kishe dhënë një këshill të përgjithshme sa i përket shikuesve tanë në raport me zemrën? Më pak stres, pa duhan, ushqim të shëndetshëm, aktivitet fizik, edhe kontrolla parandaluese për të gjithë. Kështu që kjo kish me qenë këshilla kryesore për me parandalu. Doktoresh, ishte shumë kënaqësi që të kishim sot në Folship Show. Dhe faleminderit që erdhe, faleminderit që pranove ftesën, dhe ne kemi dëshirë që do të kemi her pas here, sa herë të na vish në Zvicër, të na vish në emisionin ton, se kemi nevojë her pas here për këshilla të tilla. Për mua sot ishte vërtet kënaqësi që isha pjesë e Folship Show për herë të parë në Folship Show. Faleminderit për juve. Kështu që të përcjellim me duar tërhitje, unë big up Fonjonas, ishte doktoresha që punon, do kesh shumë kërkesa doktoresha, që do na falësh, po do të shkruajnë shumë njerëz. Diamant, lutem, emrin e doktoreshës, vazhdimisht Fjolla Zhubi, që të jetë për të gjithë njerëzit që kanë nevojë në Kosovë, gjeni doktoreshën në ÇGUK dhe në sektorin privat, gjeni në Prishtinë, po e them, në spitalin Amerikan punon doktoresha, por edhe në ÇGUK. Kështu që në dy anët e gjeni doktoresh Fjollën. Faleminderit shumë doktoresh. Faleminderit. Ishte kënaqësi e madhe. E përcjell në duar tërgjitje Jonas, big up, papau, funksionir ditë.